Castro do ecim pak bashk. Ullu, fol ullu, tani 1 sekond. Është fjala për Castro. Albano, të lutem. Luan, këta nuk e kanë shumë të qartë që ky projekt do t'jetë edhe x ditë të tjera dhe me njerë në sekundi parë që ata do dalin nga ky projekt, nga ferma VIP, çdo gjë që ata kanë bërë do t'i kthehet kundër në sensin e pendesës që ata nuk patën për të shijuar çdo sekond të momenteve që ata janë aty brenda në fermë. Nga momenti që ata do dalin, jo vetëm që nuk do të kenë këtë urrëtie të pajustifikuar, këtë blasfemi të pajustifikuar, por do të qeshin sipër. Dhe derisa të vijë ai moment, unë mendoj që këta të fillojnë të japin më shumë mirësi dhe qeshje tani, derisa të vijë ai moment. Sa i përket rastit, personalisht një njeri që të futet në krevat, unë nuk dua ta aludoj në 9 tekstet që ai ka dashur t'i japi me Albën, nuk dua ta aludoj, por është njësoj si të ketë prekur në një vend intim, si të ketë marrë një puthje me zor, si të ketë abuzuar gati seksualisht. Mos harrojmë Luan që atje jashtë një gest shumë i vogël që juve fermer bëni, përkthehet në mira dhe qindra mira gra që pa dëshirën e tyre dhunohen seksualisht çdo ditë. Meshkuj të pa i abuzojnë pa dëshirën e tyre. Dhe neve të japim në një televizion kombëtar, në 2 kanale të transmeton 24 orë të tilla shakarash për ta vazhduar Luan mëtej të gjithë ekon, të gjithë kakofonin, të gjithë blasfemin, të gjithë surrealitetin të Felinit që u pasua nga të gjithë kokoshët edhe pulat asaj fermës që u mblodhën bashkë, është për të ardhur turp. Bravo. Po, do ju dëgjoj dhe ju. Nuk ka pas tendencë edhe shumë mirë në dënë klip. Edhe pse në këtë rast produksioni e mbrojti Albën me Limin, se gjysa e kërcënimeve që më bënën ata. Gjysa e kërcënimeve ata të vëdëgjojnë mrena klipit. Gani. Vje shumë keq. Gani. Një sekund. Të lutem Luan, vetëm një sekond. Të fjalin. O Gani. Qetësi pak të lutem. O Alba, qetësi pak. Një sekond, të lutem. Po një sekond, të lutem, një sekond. A ka mundsi, Gani? Të fjalin ju lutem produksioni mbrojti Albano një sekond. Të lutem. Po. Albano. Futet e krevati kësaj. Si po e mbron produksionin të se, ty të pak tash. Albano. Si po e mbron produksionin, se kuptoj tash. Të lutem, ki parasysh të fjalin produksioni favorizon këtë apo atë, ta hishni nga mendja se i keni vendosur vetës sa mendime në kokë dhe keni filluar të besoni të gënjeshtrat tuaja se nuk ka vend ku tri. I njëjti situatë, po të kishte ndodhur me secilën vajzë aty do ishte identik e njëjta sjellje nga ana jon. Absolutisht. S'ka lidhje fare me Albën, ka lidhje me fenomenin, ka lidhje me dukurinë, ka lidhje me qëllimin. Gjithë ta që llogarisin situatën kaq shumë normale dhe thjesht shaka, le ta mendoj sikur vendin tim të ishte dashura e tyre ose motra e tyre, ndoshta nuk do ta llogarisin edhe vetë këta shaka. Alba, jam shumë e bindur. Dakor. Zhaku? Mua më vjen shumë keq për skenat që kam parë, jam thellësisht e zgënjur, e trishtuar, vërtet e habitur që keni shkuar jo bullizim, po ky është terror, kjo është tortur. Kjo është tortur që i keni bërë Albës. Dhe nuk është puna ja keni bërë Albës, po është unë jam zgënjur si ka mundësi të shkoj njeriu deri në këtë ekstreme. Kupton deri në vërtet, në sytë e mi, ata që kanë qenë pjesë, sepse unë mendoj që vërtet Ganiu ka bërë një gjë të pafaqshme, të pamoralshme, dhe mbjen shumë keq që tani po na shet edhe kartën e patriotizmit të jo Kosovë-Shqipëri, jo, s'ka fare. As pak. O, Zhaku, te me ndosh ka dush. Jo, mos më ndërprit mua, mos më ndërprit, më dëgjo, se unë dëgjova. Unë e shes farë dë loj karte për dhe një sajmë që do. Është e turpshme që ti të shes është tani edhe karta nacionalizmi. Më dëgjoni mua tani këtu, më dëgjoni mua, se unë së ndërpreva, po. Është e turpshme. E para njerë nuk besoj se do gjesh produksion tjetër që gjenë Shqipëri-Kosovë më të lidhur edhe më bashkë njëri tjetrit. Më patriot, nuk gjenë. Më të qo mua tani. Ti ke hapur gropën vetës me të që ke bërë dhe unë jam çuditur. Ka jo inteligent jeni ju. Ka
Aq jo patrujeni ju, jo vetëm ti. Dhe ato të treja aty, Big Mama, për mua, në sytë e mi, Big Mama, më vjen keq. Ke rënë në një grop të thellë dhe nuk do dalësh më kurrë prej saj. Për mendimin tim. Një sekond, ju lutem. Ato Miss Lagja e këto tjerat, ajo që unë nuk do ja mbaj mend emrin më mbas reality, kanë treguar vërtet sa i ligë është njeriu nga xhelozia. Çfarë të bën xhelozia? Xhelozia ju nga marr trut. Xhelozia dhe zilia. Dhe të gjithë ju atje, ju të vjetrit, që e bani vete për superstar, më fal. Okej, po duhet ta bëj edhe e keni treguar veten vërtet shumë të neveritshëm. Unë për ju kam vetëm neveri. Bravo, faleminderit. Big Mama? Okej. Luana Spari, unë du të kërkoj falje gjithë popullit shqiptar. Kjo është Big Mama që njohim ne. Po, për gjithë ato skenat shëmtume që ka pa, ju përkulem edhe kërkoj falje shumë. Faleminderit, Big Mama. Ndërsa Albas nuk i kërkoj asnjëherë falje, s'do t'i kërkoj kur falje, kështu që gjitha që i kom thonë Albas, ja kom thonë me shpirt edhe realitetin. Ajo se shfryzoi gjithë situatën edhe e bëri favor vet, halali qoftë, po vëmendjen që ja kemi dhënë ne gjithë, asaj arriti qëllimin, po nga njëna anë ja dham edhe Kur futesh në hapësirën intime nuk ka lidhje më vëmendja. Si nuk e kuptoni? A ka mundësi atë Dëgjova? Si ka mundësi ta normalizoni akoma? A hapa gojën unë, lutem. Nuk mundem ta dëgjoj, është shumë e pavëmendshme. Alba, si polis tash çdo Okej, prime po i në them me rast se Alba ndërpret çdo kënd i fikë mikrofonin në Albës tani. Ta jep Luana fjalën, të lutem dhe lëre si muhabet, të lutem. Të lutem të dëgjojmë të gjithë Alba se të dëgjova edhe ty. Gjithë për këtë temë, jo vetëm ti. Okej. Mundësi që njerëzit të sqarohen për çdo ditë. Momenti i eskalimit tim ishte, ti mund të Zhaku mund të më thysh çam tha e kombatis ngrop jo ngrop. Ajo mendimi yt e dashura ime. Sa grop jo mund, karakteri ime tregon. Unë këtu nuk o marrë tregoj dhun, po ka marrë tregoj se sa themën e fort jam, sa dinjitetin e fort, se mesin e burrave jam rrit, edhe mes burrave hy, burrat mos zihen, unë zihem. Duke ofenduar dhe përqishi femër tjetër. Momenti i eskalimit tim ka qenë provokimet e Albës, gjitha provokimet që i ka bo. I kom duru, ja kam kthy me provokim, ja kam kthy, po ajo së ne duroj, edhe momentin e fund shkoj e futi limin në sherë. Momenti kur erdi limi dhe pash se eskalon situata duke e njoft unë e limin, edhe kur e pash se ne gjithë mundoheshim ta qetësojmë punën, okej, keni drejt, ne jemi të treja që e kemi nxit. Prej ku është ideja nuk ka rëndësi. Edhe unë jam fajtore, edhe Kesi është fajtore, edhe Nuri. Po, gjithë e kena po. E kena po si shaka. Ju merreni si doni. A ka mund si plas, o Alba? Alba, me të lutem me thuj. Me gjithë Ela është dhe tjetër. Regjia, kush let pa dhënë fjalën Luana, fikini mikrofonin, se nuk ka rrugë tjetër. Mbyllni mikrofonin. Çfarë ashtu tash shtu? Jo, po. Unë eskalova momentin e limit, kur e parë se ishte t'u futën sherr, limi, edhe si natyrën që e kom Big Mama, burnesh, edhe kur e pash këtë që e provokon, e nëzit hala ma shumë, vend se një pemë, një grue. Fola vetëm vërteta, se ishi duke gënjur. Alba, nuk du ta ngrej zonin, du qetë, edhe si njerës flasin. Fola vetëm vërteta. Alba, t'lus, paramendo ku e kopru vetën, të t'lus ty. Se edhe hup, se shak isha për thanë. Unë, po, eskalova prej momentit limit. Për mu, unë jetën time kom pat gacmime, kom pat dashur, kom pat edhe one night stand, kom pat gjitha. Edhe unë kom pat gacmime, provokime, gjana. Një femën e një grue vërtet, asjerë nuk e nëzit mashkullin ma shumë, po në qovë se edhe m'ka prek, edhe m'ka bë, unë asjerë nuk i hedh zjarit benzinu. Zitjen ju e keni bërë. Kjo ka qenë Alba, Zitjen ju e keni për ta bërë. mbrojt limin, kom eskalu, kërkoj falje prej gjithë publikut për ato skenat e shumtume, dërsa për Albet. Nuk kërkoj, deri fund që ndroj mendim me vetëmia, edhe prej sot e tutje, Alba e ka skip për e me, Zitjen e keni bërë vetë ju duke iniciu një ide që nuk llogaritet shaka.